raportet me Serbinë, siç e përmendi edhe zëvendës kryeministri dhe ministri Konjufca, mbeten një nga sfidat kryesore të politikës së jashtme të Republikës tonë. Serbia duhet të mbajë përgjegjësi për sulmin terrorist në Banjë, për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, gazetarëve, qytetarëve të tjerë, për dorëzimin e kryeterroristit Milan Radojčić dhe të tjerëve të përfshirë në këtë sulm terrorist, por po ashtu edhe për zbardhjen e fatit të mbi 1500 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Adresimi i këtyre çështjeve është pjesë e domosdoshme e çdo procesi që synon një normalizim të vërtetë dhe qëndrueshëm të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo përgjegjësi bëhet edhe më e ndjeshme në dritën e zhvillimeve të ditëve të fundit. Në Zubin Potok, në lokacionet Kalludër e Vogël dhe Jabuk janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin viktimave të luftës së viteve 1998-1999, derisa institucionet tona po punojnë edhe në një lokacion të tretë të dyshuar për varrezë masive. Për diplomatët tanë, kjo duhet jetë një çështje vazhdueshme e komunikimit me qeveritë dhe institucionet e vendeve ku shërbejnë. Partnerët tanë duhet ta dinë se edhe sot, në Kosovë, po gjenden dëshmi të reja të krimeve të luftës dhe se drejtësia për viktimat dhe familjet e tyre ende pret përgjigje. Prandaj duhet i bëhet presion Serbisë që të hapë arkivat. Një tjetër shqetësim serioz që duhet ta adresojmë me partnerët tanë ndërkombëtar janë edhe deklaratat e fundit të Vučićit për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër. Siç e dini, Ibërlepenci dhe liçeni i Ujmanit janë pjesë e një sistemi jetik për furnizim me ujë, për energjinë, bujqësinë dhe jetën e qindra mijërave qytetarëve të Kosovës. Ndërhyrja e anjanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë. Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë vendimtare për Kosovën dhe historia jone e përbashkët mbetet një lidhje e fortë. Megjithatë, duhet ta themi që brezi politikanëve amerikanë që e kanë jetuar drejt për drejt Kosovën e viteve 90 po të kurret. Breza të rinj hynë kongres, administrat, në media dhe në institucionet ku formohet politika jashtme amerikane. Shumë prej tyre nuk e kanë Kosovën pjesë të kujtesës politike personale. Në këtë punë mund të mbështetemi shumë më tepër edhe te diaspora. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë kanë luajtur prej kohësh rol të rëndësishëm për Kosovën.